Po ju marr me vete për të shkuar tek dyqani më i veçantë që më kanë folur ndonjëherë dhe më kanë folur kaq shumë veta dhe më kanë thënë që është super i thjeshtë për të qetur. Quhet Sweet Memories dhe nëse keni një person special që doni të bëni një dhuratë të veçantë, ky është vendi perfekt. Ishte vërtet e thjeshtë për ta gjetur. Te kryqëzimi 21 do kaloni rrugën, pastaj do ecni nga ana tjetër dhe do vazhdoni në drejtim të ish parkut të autobusave. Si po pres të shoh se çfarë do më presi atje dhe çfarë do zbuloj. Duket e gjeta. Ishte një vend kaq i ngrohtë dhe artistik dhe që kur hyra më tërhoqën shumë vëmendjen printimet e fotove, të cilat kanë humbur kaq shumë vitet e fundit edhe sa bukur është që t'i ruajmë kujtimet. Kishte orendi nga të shumëllojshme, shumë artistike, të cilat ishin të punuara vetë. Mund të bënte një dhuratë kaq unike për një person që i pëlqen të shkruaj dhe të ruaj kujtimet, bluza të personalizuara, të cilat mund t'i stampoje sipas dëshirës. Këto të begët që ishin fantastik, me kaq shumë ngjyra dhe shkonin fikse edhe për tani stilin e vjeshtës. Unë për veten time u fiksova edhe zgjolla këtë me Halloween dhe Maçok. Ja mora një dhuratë personit special, domethënë vetes.